Të nderuar të barishëm në këtë xhami, Allahu në Gjallale falenderojmë, atë e madhrojmë dhe për ti dim dhe falë të kërkojmë. Allahu në Gjallale falenderojmë për begatit e tia shumëta dhe të panuarta me të cilat Allahu në Gjallale vazhdimisht në gëzon dhe në begaton. Allahu në Gjallale falenderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij falenderohet subhanahu wa taala. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përpos Allahu Dhul Jalali, i cili është një pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa taala ulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen të pastër të ndershme, mbi shokët e tij të sinqertë, dhe me gjithë ata që sinqerisht ecin hapa të tyre deri në kiamet. Sot kena me vazhdu me pjesën e fundit të asaj që kemi nisur para disa jave me titull ai që largohet prej Allahut, po shqetësohet në dunjë dhe në ahiret. Se është problem sa nuk është put peni, e kur putet peni pas e uzat dalin një pas një, dhe kype u put në shtetet e zullumçarëve, fatkeqësisht në botën e muslimanëve, dhe tash po shkon varg, po vinin kokrat një pas një, ra Tunizia, ra Egjipti, që tash po vjerë Libia, një të kohë problem ka edhe Jemeni, ka problem edhe në Bahrein, po problemi në Bahrein është i natyrës tjetër, problem ka edhe në Iran, edhe aty ka dhe më thonë problem të natyrës tjetër, normalisht me zullumin të pushtetit që atje sundon në emër të islamit në thojza, analitet ka agenda nacionaliste dhe agenda dhe më thonë shoviniste të veçanta për persian që jetojnë në atë vend. Dhe më thonë rrugët feri dhe filluan në uzat të bijnë një nga një dhe kanë në ra. Nuk ka mundohë dhe i pesmeket, sepse populli e kuptoj se për lirin e vetë, pa vanë kontribut nuk i vjen me dhe. Edhe na, si musliman dhe shqiptarë në këto vende, e kemi përjetu për parë, e kemi përjetu në Kosovë, edhe në Meshevë, edhe në Maqedoni, se pa lëviz nuk u ndryshoj me gjendja, pa bënjëhar nuk u ndryshoj me gjendja, pa vanë kontribut nuk u ndryshoj me gjendja. Andaj, si kur se thëjke, një buri madhë. Nëse na nuk flijojmë për dinin tonë, djerësën tonë, lotin tonë dhe gjakun tonë, normalisht se gjendja jo nuk mund të përgjestohet. Për këtë shkak, me kontribute shumë të vogla, kur të vjen vendimi Allahut, bëhen ndryshime shumë të mëdha. Para më do 14 vjetë, sundon Gaddafi në Libi. 30 vjetë ka sundur Muareku në Egjipt. Gjithashtu pa është vite Bin Aliu në Tunizi. Pa është vite kryetarë të tjerë, përveç se i ka vdek baba për shembull mbretit të Jordanisë, e kjo ka vazhdu, ose i ka vdek baba mbretit Marokos, e kjo ka vazhdu, domethënë janë pushtete që kanë sundu me dekada. Mirë po, kur vetë vendimi Allahu Dhul Jalal, s'kanë mundësi me li vendime të Allahu. Dhe na jemi duke përmend këto përshkrime të zullumit, të tiranisë, që i ka përfit Allahu në Kur'an. Dhe i përmendëm në versin e kaluar disa cilësi të tiranisë dhe tiranëve që i ka përfit Allahu në Kur'an, duke pasur shekull faraonin si simbol i tiranisë në historinë e njerëzimit, që veçori dhe cilësi që i ka pasur ai i kanë edhe sot ta zullumçar dhe këta pushtetar tiranë që u bëjnë zullum të madh njerëzve. Dhe do një shesh një vërtet tjetër se ndryshimi i brezave, brezi i ri është brez i goditshëm, është brez i cili nuk e përjeton shtetin dhe pushtetin si diçka pa kapërcyme, si diçka që s'mundi dash ka shtetë për po. Ashtu si që ka qenë për shembull Plesh, edhe për të na. Pjesëmarrësit në
Do më thonë bina dhe për që ka qëtëri. Edhe kjo është natyrshme edhe sot, këto revolucione që bëhen në botën arabe, bëhen prej të dive sepse ata e kanë marrë guximin e ballafaqimit në ato pushtete dhe janë gatshëm me e pagu çmimin e ndryshimeve të mëdha që pritet në ndodhë ato vete dhe normalisht se hajri dhe vërtetëti pa dyshim se ka marrë. Mirë, para kësaj e kemi përmendur në vesh të kaluar. Para kësaj duhet të pas parasysh se çaj kontribut që hoxhallar, që dalëxhit, që muslimanët e kanë dhënë në atë hapësirë që ka liu shteti. Ka bënë ndërtimin e këtyre trive që ata të kenë guxetshëm të fillojnë jetën për një ardhmë më të mirë. Edhe do të pas parasysh, edhe me ashtu vetë si veru. Pa flijem, pa sakrificë nuk ka ndryshime të mëdha as po. Edhe këtë na do të më di, tu flej, tu nej, tu pauzu, tu qëndru e pasim nuk lëshon të as shpejt, as shkollë, as mahal, as në shtetë, as gjami, edhe gjami. Ja këtë gjami për shëmë. Nëse këshirë kësa gjami janë pasim, kjo gjami mushet me pluhën, kjo gjami i e pera, kjo gjami nuk ka aktivitet, ama kërë ka këshirën e hoxën aktiv, atër gjamia të më dhënë e së përmana, edhe shqipe të krytet për rezultatët e ati aktivitet. Do të përmenim edhe disa cilësi sonte inshallah o ta'ala, që pastaj përmenim dhe shkaqet se njerëzit bëhen këranë në zullumqar, që të përfundoj me ndihmën të përkajnë Allahut të te. Prej politikave tirane të pushtetarëve zullumqar është ballafaqimi me të vërtetë, luftimi i të vërtetës dhe tentimi për të blerë njerëzit me fare, apo për t'i mashtrua ata me pushtet dhe kalike. Kjo është një metodë që ka përdorur faraoni. Sot ka përdorur, edhe sot përdorur nëse. E shef diken që zonin e kapitanë, flet, reagon, kundërshton, pushtetit mundohet me amshirë dojës dhe amshirë. Qka u i bon? E do të hajtë se letë e kapitit. Merë vëzën pushtet, të bënë minister, tjetë forës, për ati zëdhansit të flakë e të zurëshëm, edhe oratorë edhe muhabet ta shku zonë. 20 vetë maqënia sistem pluralist, kemi pa shumë njerëz që për para se ishin në pozitë, sunaqe të folë, flakë të ditë e këgjuar, pikojë. Kur hinë në pushtet, u arroz, di më shaka të folë. Korruptohesh. Andaj, edhe faraoni, edhe sot faraonat e përdojnë të shkollë. E vledin ose me pare, ose me pushtet. Thotë Allah në Kur'an me të reguë për magjistarët e faraonit që duhe shtetë ta fitejnë betejnë e tyre me Musën a.s. Tha o gjahe saharatu Firaun e qalu inne lena le ajën in kunna nahnu zalimin. Shkoj faraoni edhe i thiri magjistratët ma të dhej që kishtë në Egjipt me dojnë të ashim Musën a.s. se Musa e kishtë a.s. shkopin i cili u bëke gjarë. E thanë kjo është magji. E tha faraoni ka misjerë magjistratët ma të dhej me dojnë me i danë ka shqiti edhe me fitu Musën e thanë. Magjistrat ka nabi me luftu kundër të vërtetës, ama që kime në mëndë, si të fikejnë, me që kime në mëndë. Do më thonë, a kime në adhonë neve pushtet nëse na folin kesh për musliman? Po. Ka të ne prej njerëzve, politikanëve intelektual, që mundohen me marë tipi shkencor, doktora shkencesh, apo pozita politike dhe të pushtetit duke thonë se të shqiptar filon një është i rrezikshëm, është ekstremist radikalist. Edhe shkën e ambasadat e huja dhe folin, edhe kujtojnë ata sa të lojme së përhapë, se jesin në mohon sekret. Ama së vetë sekret për disen. Tani në Egjipt, kur u vokin ndryshimi, po dojnë lista. E ta që po
analistat e kejtëve atyre që kanë bashkëpunu me pushtetin. Sikur se të që mundohet me këtë punë e ilustracionit, ilustrimit, me i nxjerrë shesh bashkëpunëtorët e udhbës dhe shtetit, po ajo votën e lamë shumë. Para se me fillu u prish edhe të dërë shesh policencer, kejtë e në përzikë që di pare një. Ama, dikush prej politikanëve, dikush prej intelektuale mundohet me fillu tipi shkencor apo pozita, duke i spionu e popullin e vetë, bite popullin vetë, ojëllar e popullin vetë, të thonë të fillon është i rëzikshëm, është radikalist, është ekstremist, duhet të rujt piti, sepse a i ka ndikim të popullin, e kur e banë të të zezë ranë, mundohet me ndalë ndikim në ditë e popullin, alhamdulillah popullin kemi syqeri, kemi popullin besimtarë, kemi popullin musliman, dhe Allah i manë me pa qka është e vërtet, dhe qka është e vërtet, qka është e sa, dhe qka nuk është e sa. Edhe këta majlistarë, thanë, na luftojnë të lëkusës ama, thanë qa kena me fitu, i tha Faraoni, kale naam, tha gjithë se si unë kanë u i pagujt, wa innakum lejnë në mukarrabin, edhe ka u ullë afër vete, dhe më dhe me një kushtetin që ka mune, ka me nda me ju. Kështu u premtej Faraoni majlistarë dhe ata e nisën të te aman. Qa ndodhi? A fitu majlistarë për te? Se fitu në muaj. Edhe të atini qëtërë dhe gjithë majlistarë, se majlistarë është aje cili, dhe më thonë, e të tregon një gjënë që nuk është e vërtetë. Ma gjekson sytë e tuja, apo bënë trika me forma që ti me ndështë se është shumë në të dyshë, dhe bëllon i përmbysin dhe i shpërëndërojnë gjëra. Në të kalu me majestarë, i kanë shpërëndru me trika me forma të ndryshme gjëra, sot kemi nga politikanë që e kujnë rolin e majestarë dhe mundohen me shpërëndru gjëra, si po normalisht se edhe në mundi këme ka me shkugot dhe ta s'ka në fitu anim se Faraoni këre u ka premtu atyre pozita nërë. Pastaj, prej cilësive të tiranisë dhe pushtetit zunëgjar është debati i madh për të mbrojtur kotën dhe për të luftuar për të. Po nërë, vjen një analist, e kryej një analist, se tash pazari i analistëve është më i madh, për të të ditë ka një analist. Ty deri i ka të qaj me ti, kur e shetë televizor analist politik. Mashallah. Kurbe? Kurbe po kjo kur? Tash është pazar e analistave është, dhe më thonë, është pazar interesant dhe dalë në analistave. Edhe mundohet me imbrojt teoritë dhe tezët e gabuara që këtë dynjoj e me veshë pse se falsifikimi është pomoshime qarë, si ku të tentative për të bëhë kishën kanal. është qarë falsifikime. Se në mashtër për kanë në falsifikim. A më dalin, analizat e ndryshme dhe mundohen me akcentua qëndrimet e gabuara. Kështu ka qenë edhe më harat. Dhe këtë në e tregon dhe më thonë Allahu Bujëlar në debatin e Faraonit me Musa a.s. Edhe shqipët se për këtyre qëndrime dhe analizat se ata nuk dojnë me nëzut për tetër, ata dojnë veç me imponu me timin e vetë. Edhe i tha Faraoni për shembull në debat, pa qëllim, pa finish, i tha Musës, "Wa ma rabbul alamin", tha, si është Zoti i botave? Nuk ka qëllimin të mëson, po thjesht qëllimin e ka, që ta zgatë muhabetin, që të ka dhënë Allahu i muhabet të kush. Ai i tha pastaj të ma bërë në kurun ula, që ka dhënë të bukët për atesh. Hajde formi, dhe veç për muhabet, ama sosh me nësia, amarin si, mas marin si. Edhe i tha, inni le adhunnuke ja Musa meshkura, pa o Musa dhe të duket të si të nëmë, duket kanë bo si hire. Shtu edhe në tjeve të tri që njësit me farë në urbejnë dhe familje që s'kanë lidhje me feja lartë, ku një djallë një rritë njësit me farë dhe qohët savan, 4 regjimës e 5, me marë amtes me farë savaj, qohët nona e mera kosën, mobilja në shkakije që që ka shkërë. Mësë kanë bo se hire që ti po farë dhe 5 regjimës, 6 sotë sa. Deri dje, a i kahët nuk e ki kahëve, kahët, sabab i ke ki kahës. Deri dje, nona nuk nuk e kërqonë. Ani gjallje, a u lodhe, a ujte, pise një arë, dhe ke kërëmë në bukën, edhe qaj, edhe kahën, në që gjithë në në kënejtë ma gjume, grotët në gërët frenë. Deri dje nuk ishte problem, sot e visi
marë qërë, 5 rati, 6 rati, qaki bire, mos kam pose njëre. Vajza, e cila ka lezu fejnë, Koranën dhe Sunetin dhe është bitë, se du të me mushami për të krye, i mledhët nana, tezja, hava, këtë familja për të krye, qaki më qikë. Mos kam pose njëre, të shka përplohësh. Sa kisa hesh me i, ti me se të darë me ka zhu kërin tonë në ti përplohësh. Në vjetësh, ja dashime e jetu ki mu knash me jetë në jaku. Mos kam pose njëre, shqiri ta faroni musës, ta ti kam pose njëre në tonë, se? Se i thuhet keqës e keqë, zezës e zezë, zullumin zullum, kufrin kufr, ta kam pose njëre. A përbosh me të keqën, a bravo me, bravo. Sa gjalli i mirë. Gjithë natën kafër. Filozofia e njëjtë, jargoni i njëjtë, vokabulari i njëjtë, filozofia e njëjtë, logjika e njëjtë. Nisoj, vetë se kohë, vetëm se personazhe ndryshojnë, ama procesi keq shkon në nisoj. Normalisht keq për muhabete me ndarë vërtetën edhe batin e vërtetës nga përhapje e sali, por normalisht se ata në fund kanë me punë vërtetën dhe kanë me vazhdu të kupin e tëra, edhe pse brenda për brenda ata e dinë se ki djali që i konën gjash është ma i mirë sa e që në pikafës kafës. Edhe pse ata brenda thejnë në prezit e dinë, sa e vajës që më ndonë shami pikofë dhe mbron dhe edhe vetë është ma i mirë sa e tila që di vend e mazvedit të më thonë ditën edhe natën vendet e ndryshme të dyshetën dhe se pronë morarin e dhe në sfateni. Ama, thotë Allah ka në gjahadu biha e mohuan vërtetën ata vështë i kanetha enfusuhum edhe se brenda thell ishit bindu sa është e vërtetë. Dhulmen vë uluen për shkak të zullumit dhe vete maqësisë. Se dikush familje intelektuale, që dhe në thonë familje dhe zdo të pasë një dhe me Subhanallah, kur u bo njeri u me qenë intelektual e pa fejt, kur u bo dhe vizje për me qenë intelektual së nuk bësh e pa fejt. Edhe të gjithë elita, shihni edhe në zoni i libër e historisë për të kaluar e shqiptarëve dhe vizjet kauntare, edhe ma të të i kanë qenë ata që kanë qenë edhe këton edhe intelektual. Se feja ka qenë pjesë për bërse i intelektual. Ska mundi pa feja qenë dikush. I kafeve, që fatkesi sot për në impononë, njëzë që gjithë natën rina për kafe të dehur, në impononë neve si lidera politikë. Në impononë neve si udhëshës. Gjithë natën për kafe rinë. Dehur kafë. Edhe ai ka më udhëshë të kona. S'mundet. Nuk mundet. Ai njëri i cili vetë me parën e vetë, me forcën e vetë, me unë, mendjen e vetë, a që shka mu si po vetë, gjithë një popull për parën e shumë ditë më të mira, edhe më të mira. Pastaj prej cilësive kërcënimet, ndaj kundërshtarëve, edhe sot në pëjtëgjek në për muhabete, ja të pranë për shemë në Libi, a i djani këti kryetarit kërcënohet popullit vetë. Kështu të ne i kërcënohen të rive, me hetime, me burgose, kërcënime. Se si që nuk menon si ti kërcënohet që je kundërshtar jeme dhe unë e ka me të burgos, fija të me të vrapi. Filozofi, tirane, zulumqare, maherët u përrap për një kryetarit që shtetit ma u bërë. Fjalla, kush është me mua shumë të mua. Edhe këtë të njërë shumë kombe hodej, ata në këtë s'kina në rakë muslimat në matë, si ka të publikisht, hap të zi, e majmë shef, ti shkove shumë për parë, i ka të dojë keqa këtë zemë. Shtu, faraoni ka mendu dhe ata që më zhenë filozofin e faraoni. Edhe kërstimet me burë, kërstimet me torduna, kërstimet me vrasje, janë filozofi faraonike që fatkesisht edhe sot i ndëgjojnë si shpesh. Të Allahu Gjelal tregon
ki zot tjetër përveç meje, se paroni edhe vetë me vetë në zënë. Ta dish që ka me të burgos. S'mundesh, dhe duesh me mendua që ta mone. Duesh me besua që ta mone. Duesh me thonë që ta mone. Dhe se thue ndryshe, atër rruju se të burgosi, rruju se dhe më thonë ki me pas probleme. Edhe në në njësë të donë, e më shete këtoje. Njësë të donë, hekshti, kurse djetari i mërtet, edhe buri kuzin që më është ai cili e thot të mërtetën, para sultanit Zulumqar. Edhe nëse kjo, bëhet sebeb për të vrarë atë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, afdalul gjihad. Gjihadi më i madh dhe më i mirë është kur njeriu qohet para kryetarit zullumçar dhe i jep këshill dhe ai për shkak të kësaj këshille e vret atë. Ja sot e mund, se ka momente historike vendimtare dhe salatër nuk folë. Kur ki me folë? U desh kryesis, se musliman me këto vetë u desh një avë. 5 vit me ka përcije me dhona atë me deklarat. U sa s'ku, do të qfarti. Do të shkandojë, u desh folët. U desh me folë ditën e betejës, u desh me folë ditën e nëzejë, si qëtare që të buhet me folë një rejtë i vërket që të të gale folë në rëtë. Normalisht se ata përdorin mekanizmin e shtetit me të fiksu njerëzit, me shti edhe barë njerëzit, me manifestu forcë, ty më të ndori dhe të rëndet të më shumë. Me lojë armatimi, me lojë me frigu njerëzit, që me zorë një shti ata me respektu, është filozofi faraonike, thotë Allah në Kur'an, festaqaffe qawmahu fa ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin. Ata e në shkuan popull e tyre dhe i detyruan të respektojnë ta respektojnë faraonin dhe me këtë ata bën mëkat të bërë nga rruga e Allahut të xhelal. Mirë po, le ta dinë bota më po, dhe të gjithë që kanë pushtet momentalisht, se kush nis betejë kundër fesë, beteja e tij është e dështuar, edhe kjo s'ka me ndryshu kurrë. U munduan me luftu fen 50 vjet në Shqipëri. U munduan të luftojnë fe 70 vjet Bashkimi Sovjetik dhe shtetet komuniste. Mirë po kush fitoi? A fitun ata, a fitoi feja? Fitoi feja. Ata përfundon si diktator. Ata përfundon si njerëz të këqij. Ata përfundon të shah. Ata përfundon të përbuzën dhe të ofenduar. Feja vete dhe vazhdon dhe ka me vazhdu me feja në timën e Allahut. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë len yushad ahadun dina illa ghalaba. Çdo kush që ka mundu me ndër karshi fesë, feja ka me kujt atë. S'mundet. Që këto kryetarë që ranë në Arabi, para një muaj, para 2 muaj mi pas pyet. Atë kështë thonë, me neve s'mundet për të kështë jemi të formë. E kemi ushtrin, e kemi policin, kemi armatin, kemi pare, kemi përkraje e përendimit. Se në rëzën e kërkush, një përgjeshtë në tope. Le që rëzuna, i nëni shkoj, tjetëri afer me shkuë, të më dhonë piskeqit, për ofendimit, dhe edhe me një matë, qka të dhejke u bëjke, kur kush në një ka shqyqën e përshke fjara, me për ashtë ndodhë ku në shkuën, ikën si mi për e vendit të fjara, mos mi pa për kush. Andaj e që mundohet me luftu fejt, le ta di se fundin e ka të bështim, le ta di se fundin e ka humbje, se fundin e ka shatrim, se Allah në Kur'an ka thonë, keteb Allahu le aghlebën me ana wa rusuli. Allahu ka caktuar dhe ka thonë, do të fitoj unë të pejgamberët e mi. A që dhe ka shi Allahu ka me humë. A që dhe ka shi pejgamberët e Allahu ka me humë.
ai që del ka shqipes Allahu ka me hum, dhe ai që del ka shqipesimtarve të sinqert ka me hum. S'ka shansa me fitu betejën ai që niset me luftu fenë Allah. Edhe të reguam nëse i kujtohet rastin e Hajjim Ahtabit, koka e jahudive, që e ka për musliman dhe do të ekzekutonin e thani fjalë men yughali billaha yughlab, kush mundohet me luftu me Allahun hum. Jahudi, ai nuk e la fenë e vetë, dhe kishte gatshëm në fliu për vete vetë, në ma tha për vete vetë, në ma tha në klasë, edhe në bete të shumë, kush mundohet me luftu Allahun ka me hum. Sa dhe që vazhdojnë zullumit, sa dhe që vazhdojnë presionit, sa dhe që vazhdojnë ngjitet dhe mashtrimet, do të vjetë mëngjesi i fitores, do të vjetë mëngjesi i drejtësisë, do të vjetë mëngjesi i përparimit dhe të mirave në çdo kohë. Vjerë zullumçari me fletë, ama syri Allahut është shqelë, vjerë njeriu në gjumë, nuk niku në send, ama te Allahu shkojnë ngritën duat e njerëzve që kemë që nga zullum. Ai zullumçari fletë, a muslimoni që atë falë të rëgjatë namaz dhe në dua me lutë Allahun, me hekë qafës anë zullumçar dhe me lu gjendin e ti dhe ashtu bjebat ka mullë duaja dhe ndohë ajo që kërkojnë besimtar. Faraoni ishte mendjeman, ishte pushtet, ishte ushtri, ishte forcë, që bënte, u mundejke pejgamberin e Allahut Musa a.s. me mbra, boni plan, eci masli qaturi me te. Fundin e kishte përbuzës në nshmuas të fundin e detit. Kare Musa a.s. me popullin e ti, gridën dhe dole nga Egjipti Palestinë, e masli u vërsun edhe faraoni me ushtrin e ti. E çka ndodhi? Allahu dhe e boni ujin ushtri, ujin. Uj që ti me te jeton, duke pi uj e ban gjallë shpirtit ta. Atë uj që ti freskohesh me te, knaqesh me te, e boni në shkim dhe të të faraon. Sepse Allahu ka ushtri që duke vinë askush tjetër dhe shti. Që kështë të dhe ka ma jale mulkun dhe rabbika illa hu, se vetëm Allahu i din ushtrit e veta që i ka, i din e të. E në të sot, Rusia mundohet me bo ani kosmike luftarake. Ato me aeroplan luftarak sa të bush, me tankse sa të bush, me armatim sa të bush, me raketa sa të bush, me anija luftarake sa të bush, me nëndesi luftarake sa të bush. Tash që mjafton kjo anija kosmike luftarake. Mirë po përsëri ato janë kufizume sepse i ka vëndjerin dhe ka nevojë për energji për të esë. E ushqim e Allahut e ditë veç Allahut. Atë që deriteti e ki ushqim, atë që deriteti e ki freski, atë që deriteti e ki e të firën tëme e shëndran Allahut në shqim dhe dhe për ty. Edhe për buzit dhe në shkoj Allahut faraonit në mesin e detit, thot fe ahadnahu wa junudahu, فنبذناه في اليم وهو مليم e borën artë dhe ushqim e ti midis detit i lanë të më dhove i shkaklun dhe i dënum ata. Pastaj, me pasion me zdetit si të marrë vesh, po dashti Allah me urëcin e ti, qatë faraon që e shkaklojnë nuk e ranë sesh dhe Allahut, se e basi jërë fundit, i ranë sesh dhe mirë po, nuk i boni do bia jo sesh dhe ishte vonë. Andaj, i bëjmë thire të gjithë njerëzë, të gjithë muslimanëve s'paku me emër dhe me emocion, që të pendohen tek Allahu, t'i kthehen xhamian, t'i kthehen Kur'anit, sa s'arë ki moment e atë do të bëhesh pishman për të bëhet në. Atë do të duash të besojsh për të bëhet në. E para se në arë ki moment pendohu dhe kthehu ka Allahu do të shpëtosh dhe fitosh te dhe do të fitojnë të tjerë pastaj. Pastaj thot Allahu el yawma nunjika bi baladika litakuna
filin faktin dhe argumentet tona. Po Allah. Argumentet e faktin sa të dush, vetë qenisirit, e balit edhe qenisirit e zemrës dhe shihë ato. Argumentet sa të dush. Por me pa hapur me vërtetën dhe pa më këthi në rrugë të Allahu dhul xhelali. Andaj i bret, u thot njerëzve, kulli bi rabbika hal wajadta sabila, thuaj pash Zotin a e gjejtë rrugën, u hal ittakhadhta ila an-najati sabila, dhe a gjejtë rrugën drejt shpëtimit, ma taqulu liman sayuhsa kullu ma qad kana minka kathiran wa qalila. Allah, çka kemi thonë atij që të marrin të gjithë veprat që ke bën, vogla apo të mëdha ata. ماذا تقول لصاحب الجبروت في يوم يسير به العزيز ذليلا شاكر مثل الله ما بريش الحبيب كل من يمامي باقي وشفوار para الله أتقول إنك قد نبذت كتابه ورضيت قانون الضياء بديلا أدركوش الله أكملون القرآن المشميلة البيجة أن يرفع كمام alternative لزمن سن أتقول إنك قد سددت دعاءه وجعلت قيد الصالحين ثقيلا أدركوا الشبوات أميني كان بردوس ببرام وترام ببورة وتمير كان بردو هل أنت تخرج من حياتك عاجزا وتركت خلفك قصرك المهولة تي المكياج كمدار بالدنياس بكرجون وبابات أمام كملان دنيا بصريته Andaj kush i mendon të gjëra ndryshe sillet dhe vepron. Kanë cilësit dhe ato që përmenam në testet e kaluar të tiranisë dhe zullumqarëve, që sikur se thanë, vazhdimisht po përsëritet edhe vazhdimisht po i shohim në jetën e përditshme tonë edhe në këtë kohë. Andaj ajo që është rëndësi për ne, e para mos i kemi na këto cilësi të shëmtuara. E dyta, ta dim se sa do që ecim, sa do që ngritem, sa do që në forë, fundin e ka shkatrit, dështim, humbje dhe poshëtësit në dynja, e mos krasim për atë që i pretë Allahu dhul xhelali. Mirë, cila shkaqet e tiranisë, se njerëzit bëhen tiranë. Se dikush të e pa me sy, se fundi për i vjetë, a i insiston në zullumin e vetë. Të e pa që ka ndodhë në popit për para, a i vazhdojnë në zullumin e vetë. Pse për ndodhë që të gjëra? I të regojnë ulemat dhe i levizin shkashtet të tiranisë. E para, dëshira për dullu pasurik dhe për qenë shumë i pasur pa kufi, të bëndë tiranë dhe zullum qarë. Informatat e ndryshme flasin se ish kryetari e Egjiptit Mubaraku pas ka dhejnë $70 miliard pasuri. 70 miliard. Që nëse kjo është e vërtet, delë si njeriu më i pasur në botë. Se më i pasur i botë i ka 56-57 miliard. Po delë më i pasur i botë. E që shpena në vend pasaj. E me bo drejtësi dhe magazisën i banë 70 miliard, do të vidat e tjerë. Andaj dashuria për të dullu pasuri, për të po shumë i pasur, edhe përsa i së një hanë për të kohë, a së një gëzën për të kohë. Ta zonë, për me e du 60 vetë, me qatë dush, duhet 1 miliard, ta zonë. Shka për të punë edhe 69 miliard tjera. A manjere i undë, edhe dynjaja, edhe eqi, janë sikur se uj i detit, dynjaja edhe eqi, janë sikur se uj i detit, sa ma shumë që bin uj i detit njëri u jetër, aqë ma shumë i jetur. Edhe dynjaja, sa ma shumë e ki, aqë ma shumë ki qëtë me pasë. Kur botë, kur mjafton, veç të mund t'i shgojnë të dhejë, dvorit, atërë botë. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, لو كان لابن آدم وادي من الماء تمنى الثاني. Po kishte pas një lugit me ari, kishte me pas qëtë po 2. E me pas 2, kishte thot një kemë 3. E thot, wala jemë në ufahu illa turab, veç dhevi
ja po shkojë dhe i fortë. Ose, ku ta marrë për bora popullit, ta qesit kativetit edhe t'ja marrë edhe pasurin. Të tash po ulumtohet kjo ka pasurin, bankët e Zvicrës që zakonisht shumica e zullumçarëve i majnë barë aty çka i bllokojnë ato buxheta të pasuria të tjera më. Edhe shteti më rreth ka luftu, ja bëgon. Ka me vetë fund të shtat edhe pa parë. Kur do të më koshon parë me zullum, legjit në shmosh një pjesë të parë për pasurinë. Ti më Allah të gjitha. Andaj me morësim edhe shkollë. Thot Allahu Ta'ala kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Njeriu bëhet tiran zullumçar, atëherë kur bëhet i pasur. Andaj pasuria është njëra të shkaqeve që njeriu e bën tiran, e bën zullumçar. Dhe mundon dhe mendon se me pasurinë që ka mund të bën çfarë dhe kush mund t'i dalë përpara. E dyta, shkaku i dytë. Dhënia përparësi jetës së dunjos dhe kënaqësive në dunjon para jetës së ahiretit dhe halimi i ahiretit dhe kujdesin ndaj ahiretit. Edhe kjo e bën njeriu zullumçar të tiran. Thot Allahu në Kur'an: "Fa-amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa." Ai që bëhet tiran dhe e përparësi jetës së dunjos, le ta dinë se xhehenemi e ka vend banim të vetë. Zullumi dhe dhënia përparësi dunjos çojnë xhehenem por ja billah në shkatrimin dhe dështimin tanë. E treta, largimi nga vendimet, dispozitat dhe ligjet e Allahut të Xhelal e bën njeriu zullumçar dhe tiran. Thot Allahu në Kur'an: "Wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra." Shumica e njerëzve, ata që ka shkruar Allahu ty, kanë me refuzuar nga shkaku i tiranisë dhe mosbesimit. Mirë po, tirania dhe zullumi bëhet aq i madh dhe ata njerëz që bëhet pengesë dhe ata nuk u bën dobi në sinatin e këshillat. I thoshin njerëzve përpara i këshillojshin ulemat, ama atyve nuk u bëjnë falë dhe dobi këshillat. Dhe kështu në të lënë Allahu të Xhelal se zullumi bëhet perde. Edhe nuk e shet vërtetën, zullumi bëhet pengesë në vesh dhe nuk e të gjën vërtetën. Thot wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Na u çojmë alamete për t'i friksuar ata nga punë që i bëjnë. Mirë po, kjo atyre veç të vazhdon tiranin dhe zullumin dhe vendemasin. Pse? Se Allahu e ka caktuar që ata u shkatruan dhe mu dënuan dunjë me dënime të ashpra edhe të vështira. Andaj, kur të arrin zullumi kulmin, atëherë Allah i braktis me vazhdu në zullumin e vetë, dhe ishte të përjetojnë poshtërsimin, thot wa nadharuhum fi tughyanin ya'mahun, dhe i lanë të bërërin ata në zullumin dhe të tyre si njerëzi të verdhë. Pra, për këtë shkak e përmend edhe fundin e tyre dhe thot hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab. Dijeni se tiranë dhe zullumçarë u takon vend përfundimi i keq. Jahannam yaslawnaha fa bi'sa al-mihad. Gjehenemi ku në digjen e sa shtat i keq për gjehenemi për ata dhe thot inna jehenneme kanët mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Gjehenemi i prat ata zullumçar edhe gjehenemi është vendbanim edhe këthim i zullumçarve aty u kanë me vetë i kohë të gjatë. Andaj bile si ku se përmenën edhe në desit të kaluar se ka zullumçari ratohen jeves njerëzit, por edhe kafsh edhe bim, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-abdu al-mu'min yastarihu min nasab ad-dunya wa adha'i rahmatillah. Robi besimtar kur vdes, ratohet nga lodhja e dunjas dhe dëmtimet e dunjas e shkon në rahmetin e Allahut. Wal-abdu al-fajir, e njeri i keq e i prisht, yastarihu min al-ibad wal-bilad والشجر والدواب. Nga njeri i keq kur vdes ratohen edhe njerëzit, edhe vendi, edhe pemë, edhe kafsh. Andaj, besimtari duhet mundohet jetë i drejtë
dhe të ruhet nga zullumi dhe tirania dhe normalisht të ruhet nga shkaqet që e sjellin zullumin dhe i bën njerëzit zullumçar. Dhe për fund, një këshillë e fundit si kajmak se njeri në pushtet ka nevojë për këshilltar të mirë. E zakonisht këshilltar e këqij ja bëjnë damin më të madh atij kryetarit zullumçar. Dhe për këtë Allahu në ka thënë ja ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunukum khabalan waddu ma anittum qad badal al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. O besimtar, mos merrni njerëz të afër miq të ngushtë që thënë na këshilltar prej tjerëve jashtë për ujve, për jo besimtarve, për jo devotshmeve, se ata nuk u qenë udhën e fejrit edhe bëjnë veprime që janë damin tuaj, janë dobin tuaj. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma sukrive qaribatun illa lahum bitanatan ta'khudhu bil khayri wa tahuddu alayhi." Çdo njeri që vetë kushtet ka qëllar të vetë. Ai dikush i ka qëllar të mirë që urdhojnë të mirë dhe e motivojnë për të. Dhe dikush i ka qëllar të këqij që urdhojnë të keqen dhe e motivojnë ka ajo përveç atij që e bën Allahu te xhelal. Andaj një tregim interesant, një non e kishte pas një djalë. Dhe me këtë të përkundojnë desi për me merit si përkundojnë për të këtë ne. Një non e kishte pas një djalë, e djali i ri e i lazrum një ditë për ditë dhe shkon edhe vjedh një vojë, një vesë. Edhe vetë të shpije dhe nonës, e nona dhe bravo për djali jem sa i Zoti ka në. Që që pas e vjedh një vesë dhe për të fakë për kësh. Edhe ka të gjërë një vetë dhe kur vezët dhe shqip një shtëpi. Mas disa ditë dhe djali e ku një punë të shpija, ato e vërë dhe e vërë. Dhe djali nonës sa i Zoti. Mashallah, djeli i vojës të një punë, bravo të kohë, veç për para. E një ditë për ditë të mahon, ka së të me vjetë të shka për shumë, për me vjetë për shumë, shkon të shkja mretit. Tu desh me ishtë të mretit, normalisht shkja mretit ka roja, e to me roja, edhe vitë të mretit. Shka për dhëti me vjetë të mretit, e ta shka me të nuk, ti me të një të ma, edhe të nuk me vdike. Edhe të e qitë në vend aty me e varë, thot akine të shqip, thot thema një nanë, ta shëpë për herë fundit. E thiri nanë e këti edhe vinë, thot me nanë të gjuhën, ta kufri për herë fundit. E qëtë nëna gjuhën, edhe ki e ka shët edhe e ku gjuhën. Thot se këj gjuhë jonë të në kur mundër. Heshtja jonë, dhe kësijave që ndodhin, i shtët ato. Si të mos heshtja e nonës edhe babës dhe djallit edhe vladit, edhe heshtja e qeveritarëve dhe kontresive dhe zullume që bohën, e vinë dhe në konop, e vinë dhe në vrasje edhe vdekje. Andaj shqiltari e shkonasi. Këtë rast shqiltari është nona dhe baba, në të rast shqiltari e uleman dhe intelektuar, dëherë ka shqiltar të hejnë të mirë dhe na du të qenë shqiltar të popullit tonë. Nëse bëjmë që i popull mos me ardhë momentin e i plitar, duhet se si lipenere me këshilu për hejnë dhe për të mirë. Allah të lusim që në e hejnë dhe bereqen të njërë të kretë. Lusim të lumë nga zullumi dhe zullumqar, Allah të lusim të zullumqar të zvejtë të shkatron dhe besimtar e mirë me sëtëre të shkatron. Lusim Allah në gjelaj që në e blidhë të vishme dhe vejtë për të mirë. Lusim Allah në subhanë dhe që në e këtjelë të të shohim të vërtetës e vërtetës të ndjekim atë dhe të podës